Besart Kelmendi, i njohur për publikun si Gjesti, ka reaguar për herë të parë pas shumë zërave që qarkulluan për prishjen e marrëdhënies së tij me këngëtaren Eglitako. Dyshja krijuan një lidhje të afërt brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 4, ku ndan edhe momente intime si puthje në buzë, duke i dhënë publikisht emër romancës së tyre. Gjatë kohës në shtëpi, lidhja e tyre u komentua shumë për afrimitetin, por edhe për ulje ngritjet e shumta. Pas përfundimit të spektaklit, u përhapën lajme se Gjesti dhe Egli ishin ndarë dhe secili kishte marrë rrugën e vet. Madje burime të ndryshme aluduan për një përfundim të papritur të romancës, ndërsa vetë çifti qëndroi në heshtje deri më sot. Gjesti publikoi projektin e tij më të ri muzikor sot me titull Veshun Drequ, një këngë që ka tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut, jo vetëm për melodinë, por edhe për tekstin e mesazhet e forta personale. Në një nga vargjet ai këndon: "Kush ka thënë që bashk nuk jena mo?" Ky varg është marrë si një deklaratë indirekte për të sqaruar statusin e marrëdhënies me Eglin, duke lënë të nënkuptohet se lidhja e tyre vazhdon edhe pas daljes nga Big Brother VIP Albania. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.